Me rastin e festës së Pashkëve, arqipeshku i Dioqezës Shkodër Pult, imzot Giovanni Peragjine, ka uruar të gjithë besimtarët katolik. Në fjalën e tij, imzot Peragjine theksoi se Pashka nuk është një përkujtim, por një përjetim i gjallë i së vërtetës më të thellë, ndërsa arqipeshku u ndal edhe tek zgjedhjet parlamentare që pritet të zhvillohen në vendin tonë. Pashka nuk është thjesht një ngjarje e së kaluarës, por një realitete që na thërret të jetojmë sot si njerëz të shpresës, edhe në vështirësitë e jetës së sonë. Në këtë kohë e Pashkës, vendi ynë po përgatitet të përjetojë një moment të rëndësishëm në jetën e tij politike dhe shoqërore me zgjedhjet e ardhshme. Qofshin këto zgjedhje një ringjallje vërtete për mbar vendin. Qytetarët vendosin shumë shpresë në këto zgjedhje dhe nuk mund të zhgënjehen. Shqipëria ka nevojë për një zgjim të madh, një zgjim të ndërgjegjës morale, një gjallërim të jetës shoqërore, një ndryshim të thellë në politike dhe një gjallërim të shpirtit kulturor. Ky vend meriton të besojë në një të ardhmen më të mirë, dhe ata që mbajnë pushtetin kanë përgjegjësi ta realizojnë. Arqipeshku i Dioqezës Shkodër Pult, imzot Giovanni Peragjine, uroi gjithashtu edhe besimtarët ortodoks, duke theksuar faktin se këtë vit Pashkët përkojnë në të njëjtën ditë. Këtë vit Pashka përkon edhe me Pashkën e vëllezërve tanë ortodokse. Bashkohem me ta duke i shprehur urimet e mia më të sinqerta. Pashkë qofshin për secili prej nesh një piknisje e re për të jetuar si bijë të dritës dhe për të ndërtuar së bashku një botë më të drejtë, më vëllezërore dhe më të mbushur me shpresë. Një natë më parë, famullia Zoja Shkodrës kremtoi udhën e kryqit, e cila simbolizon vuajtjen e Jezusit deri ditën e ringjalljes së tij. Ulla e kryqit nisi nga katedrala, ndërsa ndalesa fundit ishte tek varrezat e Armajit.